Përshëndetje, 2 njerëz të gjatë në reload. Po, rutinë, po ne ko morë për metrin për mi moda, më qëj pak shpejt. Nuk përqe së më drua vla. Jo, brat, po, dua. Ina orë me jep shurlime. Banesa, është në benzemje, kështu. Jënë të ishte i kablat, gypat. Po. është nësime marrë pjesë në është viti 3 që Banka Ekonomike jep shumë shpërblime dhe gjithashtu i dhuron njerëzve banesë në Prishtinë. Vitin e kaluar ishte në Bregdet, kështu që po sot do ta kemi në Prishtinë, apo? Sot në Prishtinë me shumë shpërblime tjera bashkë me Lorindën. Lorindën e ngrana edhe kolege, po ashtu. Sot sa më emocionu më shumë për shkak që emocionohet Lorinda kur shpërblen njerëz. Po është shumë fat i mirë, pari me nda edhe së një dhe me vedatin, edhe me qenë pjesë e kësaj kampanje shumë të veçantë nga Banka Ekonomike, ma në fund në ra dhe me u taku, për shkak që jeta dinamike, që ka edhe... Jo, du me thonë një fjallë, unë jam ftyre Bankës Ekonomike, tash 3 vite. Banka Ekonomike e Kosovës është bankë vendore, me bord, me drejtori dhe me kapital vendor. Është knasi, du me qenë klient i Bankës Ekonomike, ku parate qytetarëve këto derdhen dhe këto qarkullojnë edhe këto fëqizon. Bankat e tjera, më fani që po thonë, po kitë pare shkojnë jashtë. Kështu që Banka Ekonomike jeta dinamike. Na fillimisht nuk e kena shumë qartë se që shukon pjesëmarrja, kështu që me na qaru pak rregulla. Pjesëmarrja ka qenë mi depozitu, do me thonë ata që kanë depozitu ma shumë se 50.000 euro, i kanë marrë 5 kupon, do me thonë 5 mundësi për me fitu banesë dhe shpërblime tjera. Ata që kanë depozitu 10.000 euro, nështë qaj është fatlumi sot, edhe me 10.000, do të thëtë i lempore të tuan bankë, rritën ka dale, flajnë, pushojnë, e fitash shpërblimin, mos e më ndërprej. Jo, unë e niva diçka. Masi të fitash shpërblimin, i merë pra paret. Unë e niva diçka se në higjin ja bërgjë, kështu fubi kanë qitë 10.000 euro vish me morë një kupon. Me siguri edhe aja ka mundësi, po aja është si pas ligjit bankës. Në rëndësirë që ka pas dhe pjesëmarrje shumë të madhe, për shkak që kanë qenë mbi 1.200 klientë, kështu që përbjen automatikisht që kanë qenë mbi 2.900 kupona, kështu disa kanë vendosur me i depozitu 10.000 euro, dikush më shumë, ata që i kanë depozitu 50.000 euro, si që seki edhe vetuati kanë pas 5 kupona, kështu që kanë mundë në pas edhe më shumë fatë sot, po si dijet fatit. Kje bjen të lyp dikush 10.000 euro bërë, si jalen e stik thejnë kur, ma mirë që i në bank edhe nështë ta fito banesën. Banesa që është janë bitorte. Po që ka në të produkte tjera që na këna mi shpërndo, këtë fillim që janë pak marë. Për me nëzaj loja. Ka edhe shpërblime tjera, dhe isa të mërim të banesa, na pishurim gjësa këto. Njona përndoket mu si televiziona, po? Motori së është me njerë, më fakë. Jo, motori është me njerë, kjo motori jam është. Vëzmi së doni na shpërblime edhe mu misi pak naft? Ka shpërblime, 2 herë iPhone, 2 herë iPad, laptop, TV, gift card të sigurisë, të lindeksit. Po më si shpallosën kretë. Ti tha që ta shë ka bo vesh një histori duke shpërbly, ako me vazhdu këtë vitin tjetër? Me siguri po. Nuk më shelet është kjo. Kjo veç, open minded. Apo shkon çdo vjet të rrit dorën ka pak ajo? Po rritmi. Po rritmi, ha? Në hapat mirë. Kështu që, unë s'pe ju nguqi ma shumë kur do që ju dëni me fillu. Ja kishim fillu, a? Për harkoft. Po vazhdojmë në atë pjesa e kuponave, po e shojmë që këto kupona janë prej krejt digve dhe nën digve të Bankës Ekonomike, kështu që të shojmë se kush ka me qenë fatlumt për sot. Suksese gjithve, po me kom djatëve të kështu që po i shojmë pra krejt këto kupona që i kemi këto, loja shpërblyese ka fillu me 15 maj të vitit 2025, deri me datën 31 dhjetor të vitit 2025, kur veç se ka përfundu, pra ka qenë afati i lojës shpërblyese, kanë marrë pjesë mbi 1.200 klient, pra janë mbi 2.900 kupona, që po i shojmë që mbledh prej degve edhe nën degve të Bankës Ekonomike. Pesha e në temë, Kemi përzi mirë e mira. Po shkojna me shpërblimin e parë. Okej, po fillojmë një gift card të Lindex në vlerë 200 euro, po e bojmë edhe një herë edhe një lloj spjegimi se çysh ka shku krejt kjo pjesa e afatizimit edhe për gjithë ata që nuk e kanë pas qartë, për shkak që minimumi ka qenë 12 muaj për me i afatizu 10.000 euro me përqindje 2.30%. Pastaj ka qenë
Për 24 muaj 2.10% dhe për 36 muaj 2%. Kështu që gjithë ata që besën ndoshta kanë pas fatin me jafatizu edhe kanë vendos edhe pjesën e maturitetit në këtë aspekt. Po shkojna me mikserin e tortës. Me mikson mira, zakonisht pas të komete, jo si miksut mirë, që që mirë. Si tani po të bukëshirë që reflektori, që një mize pas një më falë. Kemi gift card për Lindex, është në vlerë të 200 eurove, po e fillojmë kemi 2 prej tyre. Destan Hoxha. Okej, për hir të korektësisë, e fshehim numrin. Po e shohim. Numrin po ndohet do të më mshef një të bankës. Nuk e... E kemi vetëm numrin e kontratës dhe vetë po. Numrin e kontratës mëna me shkru tash. Po, për shkak të secili prej atyre që kanë marrë pjesë ka numrin e veçantë të kontratës, emri dhe mbiemri Destan Hoxha, Urime, je fitues i një voucheri nga Lindex. Urime Destan, mëna me shkru një... Po. Kemi edhe një herë. Destan Hoxha, po e shojmë edhe numrin e kontratës, e cili ka dhe njerë që është numër unik, është... 9140884. 9140884. Urime Destan edhe një herë, kemi edhe një gift card tjetër. Dojna për Destanin këtu. Da, e Destanin këtu, anash. Prape kemi Lindexin, në vlerë prej 200 eurove. Përshë po i përzim edhe një herë, jo. Po ju uroj edhe një herë fat gjithë atyre që kanë marrë pjesë në këtë kampanjë të depozitës nga Banka Ekonomike dhe po vazhdojmë tutje. Se me bo pite e pa bo kështu. Mira. Hyriete Ademaj, Urime, numri i kontratës 887-9307. Urime. Urime zonja Hyriete, jeni fituese një gift card nga Lindex. Atër nga Lindex në vlerë 200 euro i keshim 2 prej tëre, kështu që po e ndojmë edhe këtë pjesë këto, edhe numrin e kontratës, se kemi edhe njerës se cili është unik për se cilin prej konsumatorëve të Bankës Ekonomike. Po vazhdojmë tutje, e kemi tash pjesën e gift card të KS Siguria, prap është në vlerë 200 euro dhe këtu kemi i dhuru 2 gift carda. Po shkëna me dore në majtë, mos po shumë në femëra. Po kom qevë la gratë në zitu. Semra Shalani me numrin e kontratës 795-8963. Okej, Urime Semra Shalani. Je fituese e një gift card nga KS Siguria në vlerë prej 200 euro. Urime edhe një herë. Mund të me po edhe një herë kuponi këto tek kamera, të kemi kështo për hir të korektësisë, po i shfaqem emrin, mbiemrin edhe numrin e kontratës që është unik për çdo klient. Urime dhe njerë kemi edhe një tjetër gift card nga KS Siguria. Vazhdoj me dorë djallë qështu, se mirë ka. Mo, shkullo, 100%. Po, okej. Hajde. Shojmë se kush është fatlumi i radhës. Po se fatlumi, ja. Fatlumi që i ka përshë. është Abdurrahman Kaciu. Po se Kaciu. Tash e themi edhe numrin unik të kontratës. Urime zotëri, jeni fitues një gift card nga KS Siguria në vlerë prej 200 euro e numrin e kontratës e kemi 772-5571. Edhe njerë do me thonë, Urime Abdurrahmanit me siguri kërë ka një vogër e kanë thirë Talaman. Mani, ma shkort, a? Atëherë përfundu me këtë pjesën e gift cardave, po vazhdojmë tash pak të kjo pjesa elektronike. Kemi me i dhuru edhe 2 iPad. Është radha për iPadin e parë për me dhuru nga Banka Ekonomike. Për harkull. Vedat, jo, mërës. Do me thonë, është Fehmi Shala. Fehmi Shala, Urime, numri kontratës 920-5331. Urime zotri, jeni fitues i një iPad-e. Egzof Fehmi, kujdes pasportin. Egzofshit përshkojmë për shkak që e kemi edhe një iPad tjetër për të dhuruar. Jemi që majtë një loj balon, që në do këtë me këtë pjesën e... Se emocionave datë. Okej, përbim të pjesa e... Vanesës, pas taj këmu emocionu halja ma shumë për mdokën. Tash jem në një herë të... E kemi zotrim Veli Avdiu me numër të kontratës 866-14
954, urime zotri Veli, jeni fitues I një iPad-e. Veli urime. Po e shojmë edhe këto. Tre nisa, katër nisa që aty e lem. Se që e kemi të qartë edhe emrin e zotris, zoti Veli është fitues I një iPad-e. Deri tash vetë se I dhuruam 6 shpërblime, po ka edhe shumë shpërblime tjera që kemi me dhuru, po vazhdojmë tek pjesa elektronikës. Kemi edhe Smart TV që kemi me dhuru. Tash ndoshta po na shikojnë prej ekraneve të televizionit, kështu që em për enç e këshyrim pak më vonë. 2 I kemi. Shkojnë? Hajde. Naim Rekalio. Urime Naim, numri kontratës 887-658-1. 887-658-1. Urime zotri Naim, jeni fitues I një Smart TV. Mirë, është një lloj balanci kështu mes gjinizeve ata. Okej, atë po vazhdojmë, për shkak që kemi edhe një Smart TV tjetër për me dhuru, po vazhdojmë edhe po I përzim këtë pjesën e kuponave që jo mbledh nga të gjitha degët edhe nën degët e Bankës Ekonomike. Për gjithë ata që vetë e kanë fillu këtë do shpërblyer me 15 maj të vitit 2025, e kanë pas fatin deri në datën 31 dhjetor vitit 2025. Po shkon. Atëherë fituesin e radhës nga për Smart TV e kemi zotrin Izak Martini. Urime zotri Izak me numër të kontratës 747-3556. Kemi edhe këto. Urime dhe njerë zotri Izak. Kemi tash po kalëm edhe po mbesim ende tek pjesa elektronikës. Kemi me dhuru laptop. Edhe 2 laptopa po I dhurojmë tash. Hajde për herë. Ishpallava dur. Fesal Imeri. Fesal urime laptuqin e ri me numrin e kontratës 560-904-9. 560-904-9. Urime zotri Fesal e gëzofshi laptopin, po da kemi edhe një fatlum tjetër në këtë pjesë, apo e cila do ta ketë fatin të fitoj një laptop, kështu që po vazhdoj ngadalë me përzierjen e kuponave, të shohim se kush është fatlumi I radhës. Vetë ta ke fat në rast të tilla, shkojnë me fatlumë së shti. Të gjem një fatlum, a? Okej, e kemi zonjën Gjevahire Jashari. Urime zonja Gjevahire, jeni fituese e një laptopi, numri kontratës 695-7052. Që jemi qartë edhe me numrin e kontratës, urime edhe njëherë zonja Gjevahire e gëzofshi. Korrekt, jena, shumë po shkojnë. Regullemi, a? Tash që kemi dhuru, diçka që gjithmonë e kemi ofër vetës, që s'mundemi askush. Pa ta I kemi edhe 2 iPhone 16 Pro Max. 16 Pro Max. Pastojnë vetat. Po shkojnë me 2 iPhone. Ushë iPhone-in e kapa. Femi Berisha. Femi, dhe me thënë jo Femi, po Femi. Femi Berisha me numrin e kontratës 549-212-8. Urime zotri Femi, jeni fitues I një iPhone 16 Pro Max. Egzash? Njëtën po, besoj që edhe në rrjetet sociale të televizionit duke gjini vetë se po mundini me përcjell lojën shpërblyeese, ndoshta ndërkohë edhe ka komentuar ndonjë fitues që e ka gjetë vetën edhe emrin e tij. E kemi tash edhe një iPhone 16 Pro Max për me dhuru, para se me dalte çmimi kryesor I kësaj lojë shpërblyeese kampanje depozituese. Hajde. Shkojmë. E qite pak kërp. Krejt. E kemi zonjën Mihrie Avdiu me numër të kontratës 776-9919. Fituese e një iPhone 16 Pro Max. Urime e gëzofshi telefonin. Saj që tash besi kanë fillu ato emocionet dhe krejt atyre që ende se kanë pa emrin në këto kupona që veç ndajtëm. Kryesor me... Okej, një prezentim të banesës që po e shohim ndërkohë edhe në
ekran një superbanes 65.15 metra katror me adresën në rrugën Krusha e Madhe në Kalabri, është objekti BG Construction. Kati i 5, kështu që kjo është banesa e cila do të dhurohet, cilën edhe po e shohim në ekran, ndërkohë që sa mirë po dukem edhe banesa e bukur, edhe në aty afër për me dhuru shpërblimin. Që kuzhina me njerë është aty mojtas. Që gjymat i qojtë po presin. Përzi e mire. është problemi kryesor, banesa. Ma që është banes, do na me bo pak më ndryshe. Hajde. Bim shetëm sytë, shkojnë hajde, abraka, me dorë të hajrit. E ka përna një? Pa që. Qaja? Shqyqari, në prerin në nënës. Kësë ndimoj, okej. Ska o pasha shbijet në nënës, skotit. Pa. Kina, do me thonë me fakt se një zonjë apo një zonjë që ka fitu, banesën në Prishtinë, Mire Ndrecaj. Mire Ndrecaj me numrin e kontratës 480-25-6. Mire Ndrecaj. Urime zonja Mire, jeni fituese e banesës cilën edhe po e sheni në ekran, dështë zonja Mire dhe përna për cilë. Banka ekonomike po vazhdojnë me surpriza dhe të pasi edhe në këtë vetë 2026 dhe të gëzoni këto shpërblime. Një loj shpërblyese që të regum që ka fillu qysh vitin e kaluar, përfundoj në mënyrën më të mirë me shumë shpërblime, qof me gift karta, qof me pajisje elektronike, shumë shka tjetër, deri të shpërblimi kryesor që ka banesa. Unë po i përshëndes të gjithë stafin dhe Bankën Ekonomike me këtë foto jeta dinamike Banka Ekonomike. Banka Ekonomike me ndëm për ju. Faleminderit edhe njerë gjithë juve që keni qenë pjesë e kësaj kampanje. Banka Ekonomike pa dyshim që së ndalon. Ka me vazhdu ende me kampanjët të tilla, me loja shpërblyese për të gjithë tillë që keni pas fatin me fitu sot. Urime gjithve për të tjerët fat tjera herë. Tajtësi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.